Amerikanët e pasur si në SBA ashtu edhe jashtë saj hartojnë plane emergjente për të lëvizur asetet në Zvicër për shkak të pasigurisë së shkaktuar nga administrata Trump. Bankierë privat, zyra me shumë familje dhe grupet menaxhimit të pasurive thanë se kishin parë një rritje të madhe të klientëve që dëshironin të krijonin llogari bankare dhe investimesh me bazë në Zvicër, veçanërisht ato që janë në përputhje me rregullat tatimore të SBA-ve. Josh Matthews, bashkëthemeluesi i Maseko me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, i cili ofron menaxhim të pasurisë për amerikanët jashtë vendit, pas hera e fundit që e kishte parë këtë lloj interesi ishte gjatë krizës financiare, kur kishte frikë nga dështimet e bankave amerikane. Po ndodhte tani, tha ai, për shkak të pasigurisë një presidencë Trump. Disa amerikanë shumë të pasur janë të shqetësuar se presidenti Trump mund të bëjë diçka të papritur që mund t'i pengojë ata të kenë akses në fondet e tyre që janë në sistemin bankar broker të SBA-s, tha ai. Një menaxher i pasurisë i përfshirë me klientët ndërkufitar tha se ata aktualisht po ndihmonin një familje të pasur amerikane të lëvizte midis 5 dhe 10 milion dollarësh në Zvicër, përgatitje tregojnë për fuqinë e qëndrueshme të Zvicrës si një qendër financiare, edhe pasi neutraliteti i saj u bë burimi i debatit të ashpër politik pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia. Vendi është ende destinacioni kryesor në botë për menaxhimin e pasurisë ndërkufitare. Pierre Gabris, themeluesi dhe partneri menaxhues i Alpen Partners me bazë në Zyri, i cili ka një ent të regjistruar në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SBA-ve të quajtur Alpen International, tha se kishte parë shumë pyetje nga njerëzit amerikanë duke marrë parasysh opsionet e tyre për sa i përket rezidencës dhe ku t'i vendosnin asetet. Shpesh ata njerëz kishin tashmë më shumë prej ardhje ndërkombëtare, si rrënjët izraelite ose indiane, shtoi ai. Sigurisht që ky ka qenë një model muajt e fundit, që nga zgjedhjet ka pasur disa klientë anti-Trump dhe shumë janë të shtyrë nga Afrika. Shumë klientë po kërkonin të diversifikoheshin larg dollarit amerikan duke hapur llogari zvicerane. Amerikanët nuk mund të hapin thjesht një llogari bankare zvicerane për shkak të rregulloreve strikte të tilla si akti për përputhshmërisë së taksave të llogarisë jashtme, i cili kërkon që bankat e huaja të raportojnë mbajtësit e llogarive amerikane në shërbimin e të ardhurave të brendshme, por nëse një menaxher i pasurisë ose aseteve zvicerane është i regjistruar në SEC në SBA, ata mund të ndihmojnë klientët të hapin llogari dhe të menaxhojnë parat. Një tjetër drejtues i një biznesi të vogël të menaxhimit të pasurisë me bazë në SBA tha se ata nuk kishin parë një rritje të madhe të oreksit për llogaritë bankare zvicerane. Ajo që kishte ndryshuar në vitet e fundit, thënë ata, ishte se institucionet financiare zvicerane kishin filluar të ndiheshin rehat në mbulimin e klientëve të SBA-s, pasi u morën me çështje tatimore që u kishin kushtuar bankave zvicerane miliarda dollar gjoba. Që nga viti 2008, autoritetet amerikane kanë goditur 10 banka zvicerane për të ndihmuar amerikanët të shmangin pagimin e taksave duke përdorur rregullat e sekretit bankar të vendit. Bankat zvicerane në vitin 2013 u përshtatën me rregullat e taksave të SBA-s duke rritur transparencën, duke respektuar fatkan dhe duke shkëmbyer informacione për mbajtësit e llogarive amerikane për të shmangur penalitetet ligjore. Procesi për të siguruar që klientët e tyre amerikanë janë në përputhje me këto rregulla ka qenë një ndalim për disa banka zvicerane.